Para ditën e së hënës, më 1 dhjetor, ka ndodhur një aksident tragjik pranë fshatit Strum në aksin rrugor Roskovec-Berat. Një automjet ka përplasur një shtetas rreth 50 vjeç, i cili po udhëtonte me biçikletë. Për shkak të dëmtimeve të marra, ai ka humbur jetën. Në vendngjarje kanë mbërritur menjëherë shërbimet e policisë dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për zbardhjen e plotë të shkaqeve dhe rrethanave të këtij aksidenti me pasoja fatale. Viktima ishte Gëzim Gjoka, 56 vjeç, ndërsa shoferi Arbi Toro. Dita e parë e dhjetorit ka nisur me një ngjarje të rëndë, duke rritur edhe një herë thirrjet për më shumë kujdes dhe respektim të rregullave të qarkullimit nga të gjithë përdoruesit e rrugës.